fakt ka një interes shumë të lartë nga ana e qytetarëve për t'u pajisur me këtë lëndë të parë për nësinën e dimrit, ka abuzime sipas gazetares tonë në lidhje me çmimet, paktën krahasuar me një vit më parë, nga 4.500 lekë që ka qenë në metri kub për dru, këtë vit ka arritur në nivelet 7.500 deri në 8.000. Megjithatë, do të mësojmë edhe për Elbasanin se çfarë po ndodh në lidhje me këtë problematikë dhe interesin atje. Do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Fatos Salliu për të mësuar më shumë. Fatos, të përshëndes. Cilat janë zonat që kanë më shumë nevojë për lëndë të parë, drurin, përgjithësinë së dimrit në Elbasan, dhe si është interesi i qytetarëve dhe si po vijon menaxhimi më tej nga subjektet private? Atëherë mund të themi se edhe në Elbasan ka interes për lëndë drusore, pra për lëndë për djegje, për dru zjarri, për ngrohje gjatë stinës dimrit. Unë do të përqendrohem kryesisht në punën e Bashkisë Elbasanit. Çfarë punë ka bërë Bashkia e Elbasanit gjatë kësaj periudhe? Sipas kontakteve që kam pas drejt për drejt me kryetarin e Bashkisë, zotin Gledian Latja, ai më shpreh që jo i gjithë popullsia natyrisht mund furnizohet me dru zjarri, ndonse kërkesat janë rritur, sidomos këtë vit pas krizës energjetike, por paketa ndihmës së Bashkisë është përqendruar në 3 kategori kryesore. Fillimisht do të përfitojnë, si thua, dru zjarri do të përfitojnë të gjithë personat që trajtohen në ndihmë ekonomike. Pastaj do të trajtohen të gjithë pensionistët e vetmuar, dhe kategoria tretë që do të përfitojnë nga kjo paketë janë personat me aftësi të kufizuar. Atyre do të shitet çmimi, do të shitet pra metri kub, metri linear, stere si i kanë njësinë madhe, do të shitet me çmimin, pra me koston e prodhuar të lëndës drusore. Pra nuk do ketë abuzime me çmim në këtë drejtim. Pra koston fillestare, gjithë kostot që të prerjes së lëndës drusore, transportit dhe mbritjen në destinacion, dhe sipas kryetarit të Bashkisë, kjo kosto nuk arrin më shumë se 38.000 lekë të vjetra, kuptohet. Ndërkohë që për metër linear privat, po për metër linear. Ndërkohë që në tregun privat çmimet janë rritur, ndonse pushteti vendor ka bërë thirrje që të ulet ky çmim, pra, por megjithatë sipas të dhënave, sipas vëzhgimeve që ne kemi kryer në disa pikat në periferitë të Elbasanit, rezulton që 1 metër kub arrin deri në 70 deri në 80.000 lekë të vjetra, pra. Po ashtu, Bashkia e Elbasanit ka siguruar tashmë shkolla të cilat sigurojnë ngrohje me soba, pra me soba për i druri. Ndërkohë që nuk di se si do zgjidhet problemi me ato që deri tani janë ngrohur me energji elektrike, kur kërkohet edhe nga institucionet faktikisht që 15% të atyre të kursejnë energjinë elektrike. Gjithsesi kjo mbetet një temë për të diskutuar edhe në të ardhmen, por varet nga mënyra e menaxhimit. Të cilat sigurohen më. Po, megjithatë, shkollat që Po, në fakt pyetja është kush janë konsumuesit më të mëdhenj të lëndës së drurit? Është kryesisht zona periferike, se qyteti duket si disi. Shiko, ka një interes faktikisht si vjet për të blerë soba prej druri në tregun e sidhjes elektroshtëpiake, pavarësisht se nga një anë kemi edhe mungesën ose rritjen e çmimeve të lëndës drusore. Pra ka një trend të rritjes sipas pikave të shitjes, ka një trend të rritjes së këtyre sobave, gjë që nënkupton që qytetarët janë të orientuar drejt të ngrohjes me dru zjarri, por nga ana tjetër kemi edhe çmimin e lartë në treg. Gjithsesi, pjesa dormuese e qytetit për vitesh tashmë ngrohet me energji elektrike, dhe besoj se këtë vit ndoshta do duhet të shtojnë më shumë batanie, si i thonë, kështu që ndërsa pjesa periferike e qytetit të Elbasanit ka që edhe ngrohen kryesisht me lëndë drusore, pasi janë edhe familje të rritura në Elbasan nga zonat rurale. Ndërkohë edhe në Fatos, pavarësisht domosdoshmërisë dhe nevojës natyrisht për të ngrohur me dru, problematik mbetet gjithmonë edhe prerja e drurve pa kriter. Si monitorohet në këtë aspekt në zonën e Elbasanit për të zhvilluar gjithë kjo konform rregullave dhe natyrisht normave të përcaktuara, të paracaktuara? Po, kuptoj. Firmat faktikisht që marrin sipërfaqe të përcaktuara për shfrytëzimin e lëndës drusore kanë kritere dhe duhet të plotësojnë kriteret e tyre në këtë rast. Pra, konsiderohet si një pastrim i zonës i pyllit, ndërkohë që
kërkohet edhe rinovim i pyllit me sa di për këto firma. Ndërkohë që nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe, kryesisht edhe gjatë stinës së ngrohtë, janë ushtruar gjithmonë kontrolle nga policia e Elbasanit dhe po ashtu edhe nga drejtoria përkatëse e shërbimit pyjor, janë kapur raste, janë denoncuar raste, janë edhe dënuar dhe penalizuar raste të tilla. Pra, ka një organizim, faktikisht ka pas një organizim mes drejtorisë policisë, drejtorisë së shfrytëzimit të pyjeve, drejtorisë së pyjeve në këtë drejtim. Pra ka pasur raste kur janë penalizuar, ndërkohë që për firmat të cilat shfrytëzojnë zonat përcaktuara, janë bërë kontrolle sipas informacioneve që kam nga drejtoria pyjore për mënyrën se si këto shfrytëzohen. Ndërkohë edhe janë mbajtur në survejim për të mos tejkaluar këto zona, pra për të mos abuzuar, për të mos prerë pyje në zona ku nuk lejohet.